Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falë dhe shpëtim për Allahut kërkojmë, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të jemi pi pasuesve të tij të sinqert, për atyre të cilët rrasin rrugën e tij me sinqeritet dhe për atyre të cilët vdesin rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Allahu na porosit në Kur'an duke na thënë: o ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë, me një frikë të sinqertë, dhe mos vdisni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë sonte me dersin e 8 të radhës në shkencën e fikut. Është ky ders pothuajse i fundit në kapitullin e pastërtisë. Inshallah shpresojmë që me këtë ders me përmbyll kapitullin e pastërtisë për të kaluar pastaj në dersin në kapitullin e namazit. Prej nën kapitujve që janë të radhës në këtë kapitull është kapitulli i tejemumit. Tejemumi është zëvendësues i abdesit edhe i guslit në raste emergjente në të cilat nuk ka ujë. Allah thot në Kur'an: wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nëse dikush prej juve është i semur, ose është udhëtar, ose e ka ardhur nga nevojtoria, nga vendet ku kryen dy nevojat, ose ka bë marrëdhënie me gruan e vet, do thonë përmenden këto 4 në jetë. Pastaj nuk ka gjetë ujë, ai i tilli atëherë le ta mësyn dheun. Kështu është parafërsisht kuptimi i ajetit kuranor, le ta mësyn e ka për qëllim le ta prek dheun e pastër për të marrë temën. Rastet në cilat na lejohet kjo lejushmëria nga Allah subhanahu wa taala duhet me qenë të nderuar vëllezër goxha emergjente. Dietarët më hershëm kur janë mundu me përkufizu kanë përmend nganjëherë edhe distanca, e që tash dietarët bashkohor këto mas nuk i përmendin. Për shembull kanë thonë se uji nuk gjendet 2 kilometra, kaq milje, kështu secili mendimet e veta. Këto sad nashta nuk ndihmojnë shumë për kufizimin e qësaj mos gjetjes ujë. Për shkak se ka mundësi me pas ujë 10 kilometra larg ti më shku me marrë me ujë me një kerrë si diçka edhe stik namazi. Kështu që ti je obliguar qoftë edhe 10 kilometra përderisa nuk të kalon koha namazit. Ti mundesh me siguru që atë ujë je i obliguar me marrë ujë e jo më njëherë me kalu në lehtësim. Për shkak se tejemumi është lehtësim. Lehtësimi nuk praktikohet vetëse në raste kur nuk ka mundësi hiç. Ose nëse shkon te uji të rrezikohet jeta. Ose tash secili i din varësisht për rrethonave në cilat përballet. Mirë po, ajo që duhet me kuptuar përgjithsisht përderisa ti nuk ke mundësi me arrit deri tek uji brenda kësaj kohës namazit. Nëse brenda kohës namazit e din që arrin tek uji, çfarë do mënyra qoftë ajo, ti nuk i kit lejuar tejemumin. Nëse e din që të rrezikohet shumë me ti koha namazit, nëse ti shkon te uji larg ose diçka, atëherë inshallah merr tejemum me fal namazin, edhe nëse tu kanë bë pastaj punë, këto minutat e fundit ka orë uji ose diçka, s'ki nevojë me përsërit. Vazhdon ajeti, thot Allahu: wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Dhe prek në dheun, pastaj me ato dur i mshoni fytyrët tuaja, tash inshallah përmendim
mënyrën se si me marrë tejmum dhe pastaj duar tuaja. Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Me këtë dispozit që Allahu subhanahu wa ta'ala është duke ja bo juve, Allahu nuk po dënë që juve m'ja rëndu. Përkundrazi, Allahu yuridu li yutahhirakum. Po dënë që Allahu subhanahu wa ta'ala me ju pastru juve. Edhe këta është mirë të ndëruar vëllezër me kuptu mirë edhe drejt. Se dispozitat e Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kanë ardhur që më na rëndu. Mirë po kanë ardhur që më na pastru. Edhe Allahu ka bo edhe në raste ku në cilat për neve është vështirësi me arrit e uji, ka bo lehtësim, me të njëjtin lehtësim, Allahu subhanahu wa ta'ala na i fal gjunat dhe na i llogarit sikur se të kishim marrë abdes ose gusël ose diçka tjetër cilën e zaventson këtë rast. Edhe dën Allahu vazhdon ajeti me e përmbush mirësinë e tij ndaj neve. Kjo është ajeti që flet për temumin përgjithësi. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me janë jep 5 gjëra. Me janë dhënë pas 5 gjëra që nuk ju janë jep askujt para meje. Edhe vazhdon i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot nusirtu birru'bi mesirat e shahrin. Thot jam ndihmu me frikë që kanë kundërshtar prej meje sa në distancë sa një muj. Subhanallah, kjo është prej mu'gjizateve, prej mrekullive që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që këta dhe kjo ka ndodhur është përjetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aq fort ju kanë friksu armiqtë e tij, sa që edhe në distancën ecje sa një muj ju janë friksu. Kjo është prej cilësive që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që disa e thonë prej bereqetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ummetit i tij sa di friksohen. Edhe këto nashta kemi mundësi na vetë me përjetu. Sa shumë kanë frikë sot njerëz prej muslimanëve në botë. E dyta që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Thot dhe më është bë mu toka mesgjid vend sejdë edhe më është bë e pastër. Që do të thotë që mëj tokën me përdor, edhe për të pastruar me ta, po edhe për të folur ta. Që kjo është qëllimi i hadithit, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmend edhe 3 cilësi tjera që janë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për dallim për të dërguarve të tjerë është plaçka e luftës, shefati, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar për të gjithë njerëzimin, ndërsa të tjerët kanë qenë të dërguar për një popull të caktuar. Këto janë 5 cilësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju janë dhënë për dallim prej të dërguarve të tjerë, e që ka edhe më shumë. Mirë, por në këtë hadith kanë ardhur 5, që dietarët kanë mbledhur shumë dallime që i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krahasim me të dërguarit e tjerë, mirë, po ajo është tema jonë. Tema jonë është që Allah subhanahu wa taala për neve ka bën tokën të pastër edhe për të falën të, edhe për të marrë temum prej saj. Prej haditheve tjera që flasin për temumin është edhe hadithi i Amar ibn Yasirit. Kur Omer radiallahu anhu është pyet në prezencë të Amar ibn Yasirit për temumin, Amar ibn Yasiri i thot Omer radiallahu anhu, thot atë kujtohet thot ty një rast thot kur unë e thot nuk e ka ditë dispozitën e temumit në detaje. Mirë po e ka marrë veç prej ajetit. Mësyjen e Judheut. Është bo gjunëp Amar ibn Yasiri, nuk ka ditë si me vepru, si me marrë. Tash mënyrën e temumit nuk e ka pas njerë për pejgamberit alayhis salam. Edhe çka thot tamarragtu kama yatamarragu ad-dabe. Ka thon Amar ibn Yasiri thot edhe jam shtri thot jam rrekollis thot në dhe ashtu që të rrekolliset kafsha. Jam shtre. S'ka ditë çysh më marr. Edhe ku ja ka kallzu thot këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thon do të kish mjaftu ty ti kishe msho tokës me dur, me plomb, me dur të hapura, edhe pastaj ti kishe fry prej dhejut, pasi që ti të fërkon tokën,
edhe ta kishe përshkru duart edhe fytyrën njëherë. Kështu i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në bazë të këtij hadithi jap me kuptu se tejmumi, mënyra e tejmumit është veç kështu, me prek një herë tokën, pastaj fytyrën me çata dhej, kështu me fërku një herë, pjesën që e kemi thonë që është vajib, edhe me dorën e majt me fërku këtë shpinën e kësaj shuplakës dorës djathtë, edhe me dorën e djathtë shuplakën e dorës majt veç deri këtu. Jo pjesa e knela. Që kjo është një mënyrë. Mënyra tjetër është me fërku një herë dhejun, pastaj me fërku fytyrën. Pastaj apet me fërku dhejun, pastaj durt. Edhe mënyra e tretë është që është e kanë me dhejbi Hanefi, është në formën e dytë. E fërkon një herë dhejun, fytyrën, pastaj dhejun apet, pastaj dorën dhe mbrojtja. E që kjo është mos pajtim ka mes dietarëve në këtë meselë, a me fërku deri te bryllat ajo, e që veç Hanefit e kanë, thonë që duhet mi pastru deri tek me fërku deri tek bryllat. Mirë, po shumica e dietarëve mendojnë se mënyra e tejmumit është veç deri këtu, jo deri te bryllat. Ata e kanë një argument ku thot pejgamberi selam, at-tayyimu darbetani, darbatan lil wajhi wa darbatan ila al-mirfaqaini. Mirë, po këtë si ju e kem përmend fillim, çdo herë mos pajtimi mes dietarëve është kanë herë tek senedi i hadithit. Këta e shohin sikur daif për nga senedi, kështu që nuk e marrin si argumentues. Ndërsa nëse e shikojmë atë kuptimin e të përgjithshëm ajeti nuk specifikon. Allahu thot: "Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Dhe ju fërkoni prej atij dhejut fytyrat tuaja edhe duart tuaja. Aydikum, tash a deri këtu, a deri këtu, ka rrish fjola dorë. Kështu që dietar thonë nuk mundesh me çertu dikon nëse merr tejmum duke fërku deri te bryllat. Për shkak se ka ardhur jed, nuk e ka caktu deri te ku, për shembull që është kjo pjesa këtu, po as deri te kab, a vjen. Merr fekejzi thonë. Kështu që nëse dikush merr deri këtu nuk konsiderohet i çertuar. A nëse merr veç me dorën këtu, inshallah tejmumi i tij është sahih. Edhe me prekje, me një prekje, me dy prekje, edhe kjo sipas mendimeve të dietarëve, inshallah edhe me një prekje tejmumi është i mjaftueshëm. Tejmumi, e tham, e zaventson guslin edhe abdesin. Që përmendëm më herët. Edhe nëse ka kryer dikush nevojën e madhe, nevojën e vogël, është bo gjunub, çdo gjë që i ka obligu abdesin edhe guslin, nuk gjendet uji, atëherë me tejmum inshallah zaventsohet. A lejohet tejmumi me zall ose me diçka që ka dalë prej tokës, mirë po nuk ka pluhun. Për shembull ky mur. Nëse këshyrin që tash çdo gjë për bamjen e tina, po thuj se është prej tokës. Cimenti këto krejt janë prej tokës. A bën tash më marr tejmum me to, si tash nëse fërkojmë po thuj si kur gjë nuk del prej saj. Kjo është prej mos pajtimeve dietarëve, thonë se spaku duhet me pas pak pluhën, që kur të rresh kështu me dur, me qit pak pluhën, që me pas diçka elemente të tokës që kalon gjurmë dur tua. Që kjo është pak problemi. Nëse është aq i lmejt sa që s'kalon kur gjë, atëherë është pak problem. Përndryshe nëse është zall në tokë, ka argumente që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke shkuar në Tebuk, një herë prej rasteve para se me shku në luftën e Tebukut, ka marr tejmum duke i mshot tokës, saqë thuhet ajo tokë ka qenë me rrimali, thonë me zall. Zalli dihet që është nuk është sikur dhajo që është me pluhën. Zalli është pa pluhën. Po a ka pas pak pluhën po. E rëndësishme është në përgjithësi disa dietarë e ndalojnë veç për shkak që sojna, veç se s'ka ghubar, se s'ka pluhën. Ata të tjerë thonë çdo gjë që ka elementet e tokës bën me marr tejmum. Kështu që Allah alem, inshallah me emrin të Allahut, përderisa muri, pjesët e saj janë prej elementeve të tokës, inshallah bën me marr tejmum. Edhe ka raste gjithashtu transmetime që pejgamberi selam vet ka marr prej tejmum prej murit.
Mi po do të me pas parasysh se muri atëhershëm nuk o kanë me këto të sodit. Që kjo. Në përgjithësi, qëto janë meselet e tejmumit. E ajo që ka e prish tejmumin, do të me pas parasysh, çdo gjë që ka e prish abdesin edhe guslin, përveç se tejmumin e prish edhe ardhja e ujit. Momentin që ty të mundësu me marrë abdes, atëherë batulet tejmum. Me njëherë tejmumi bëhet batil, atëherë ti je i detyruar me marrë abdes. Pastaj nën kapitulli radhës, edhe ky i fundit është para kapitullit namazit, është kapitulli el hajd, menstruacionet. E që kjo fort neve s'dia në takon, po është e rëndësishme vllazni që dosarën përgjithësi mi ditë edhe burrat. Edhe pse edhe dietarët kur të shpjegojnë këto, ka herë e thonë çfarë shumë ka divergjenca, saqë janë pa kuptueshme. Edhe për shkak se ato që i kanë shkruar dietarët kanë herë i kanë shkruar prej ilmi që i kanë marrë në libra pa kur gjë në praktik. Edhe kjo është pak problem. Kur flasin edhe hoxhallarët edhe dietarët për disa mesele, kam fjalën më në detaje, disa probleme që unë s'e kam njëtë mi përmend ato heq, për shkak se edhe vetë e di që kam problem në qartësimin e tyne, edhe kur kanë ata tjerë më të mëdhenj se unë, as që diskutohet ajo. Mirë po, inshallah do t'i përmendim disa mesele në përgjithësi. Dersi si ders për menstruacionit është pak i rëndësishëm vllazni, për shkak se mbi të ndërtohen goxha të dispozita. Për shembull, në bazë të menstruacioneve e dim një femën a ka hyrë moshë madhore ajo. Prej pikave që e përmendin dietarët që e tregon pjekurinë e vajzës është ardha e menstruacioneve. Edhe kjo është përgjithësi tash, secili prej neve ka mundësi nesër me qenë prind. Edhe i afrohet vajzës tij, për shembull, mosha madhore, momentin që atë ditë të moshën madhore prej nesër e ka obligim namazin. Tash kjo është dispozitë që na duhet me ditë. Normal ka mundësi nganjëherë vajza për këto mesele diskuton me nonën e vet, djalin ashta më shumë me babën. Po ti si prind, këto është mirë nganjëherë mi diskuton familjen tonë, me kon qarta. Për shkak se nëse ti nuk e shpjegon, gruaja nuk mirret me to. Ndodh çika futet rrin 1 vjet ose 2 në kohë moshë madhore e s'falet hiç. Kjo është përgjithësi. Kështu që duhet me ditë edhe për nënën tjetër për të mashkullit, kur e arrit moshën madhore. Për shembull, alamatul bulugh që ka përmend dietarët, shenjat që tregojnë për që një person ka hyrë moshë madhore. Një prej tyre kanë përmend ejakulimi. Ejakulimi në gjëm për shembull, në momentin që ai ka ejakulu sperm, i bën që ai është fut moshë madhore. Pastaj nëse kanë fillu me i dal qimet, ka organet gjinitale, i kanë përmend qimet janë më të forta, më të egra. Nëse ato kanë fillu me i dal, është shaj që është pjek. E shaja tjera që i kanë përmend dietar që është mirë secili me i ditë, për shkak se to ndërtohen dispozita. Pastaj te menstruacionet, thot Allahu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Ato që janë të shkurorzuara le të presin, do të më prit, nuk kanë drejt me u martu me një herë pa kalu thalathatu quru, 3 cikle menstruale. Tash do të më ditë cikli menstrual një herë çka është, çush është tek është, tani më kon gjendje që me ditë sa më prit ajo. Inshallah Allah s'na sprovon asnjëherë me të. Mirë po është e rëndësishme se kjo ka mundësi dikuj me ndodh duke qenë ciklin menstrual, pastaj tani më shkute tjetri burr ose më u martu ose pastaj tjetra që është talaku bid'i që përmendin dietar që është haram. Nëse dikush nuk ka një ori për ciklin menstrual, edhe e shkurorëzon gruën e vet duke qenë në ciklin menstrual, bën haram. Është talak i ndaluar që nuk është i vlefshëm, nëse s'ka drejt me bë përderisa gruaja është menstruacione, nuk ka drejt gruën e vet burri me shkurorëzu. Këto do të më pas qartë, inshallah kjo mësohet edhe kur dim te kapitulli çështje martësore atje, po janë çështje që kanë bëj me ciklin menstrual. Tek menstruacionet
është një lloj gjaku që është i njohur te gratë që del me kohë caktuar. Tek koha dietarët kanë dhënë shumë mendime. Dietarët e mëdhëbit Hanefi, edhe që to është mirë me pas qartë, nganjëherë pse e kanë përkufizuar këtë kohën. Tek dietarët Hanefi thonë që cikli menstrual më i shkurti është 3 ditë, më i gjati është 10 ditë. Te mëdhëbi Hanbeli është 24 orë, një ditë dhe një natë është më i shkurti. Këto jo që e kanë marrë për argumenteve. Mirë po shpesh herë që to i kanë ndërtu në bazë të asaj që kanë po në teren. Lajme që i kanë arë për grave tjera ose që i kanë dëgju. Edhe më i gjatë i thojnë është 10 ditë. Pse përmendet që kjo në mëdhëb, për shembull edhe në mëdhëbin Hanefi. Përmendet që treshi edhe dhejtëshi për shembull, ose nishi edhe dhejtëshi në këtë rast. Që dënë me të regu që nëse zgjatë ma pak si që kaq, është istihada, është ka dalë jashtë rregullit gjitha grave. Shamë mëdhëbin Hanbeli, në bazë që soj, 24 orë është cikli më i vogël. I bjen që nëse dikuj i zgjatin menstruacionet, veç 23 orë, 20 orë, i bjen se ajo ka çrregullim. Edhe i ka shkel rregullat e gjitha grave. Kështu që ka dispozit veçantë me ta. Edhe nëse ka lënë jashtë 10 ditë, apet është tani istihada ka dispozit veçantë me ta. Që kjo është qëllimi. Ndërsa ai Abdurrahman Sadi, cilit na jemi duke i përmbajt librit tina, thotë që më largu këtij përkufizimi thotë krejt. Edhe mu Allah e lem është ndoshta prej meseleve që më ka pëlqyer më shumë ide ishta që ka sqaruar më thjesht është që kjo. Thotë le t'i lajm thotë aunash që to për kufizimet, 1 ditë, 3 ditë, 10 ditë hiç, nuk na interesojnë thotë. Edhe e ndan menstruacionet në 3 grupe. Grupi i parë thotë është ajo grua e cila e ka ciklin menstrual thotë normal. I vjen në javën e parë çdo muaj për shembull. Edhe nuk ka ndonjë problem, e njeh gjakun e vet, i din ditë e veta, parafërsisht tash mesatarja është 6 ditë, 7 ditë. Te shumica, sepse kjo ka tani përjashtime, që kjo është, domethënë, cikli menstrual normal, që nuk i bën fort problematik as dietarëve. Domethënë, e një ciklin, gjatë ciklit e din çka nuk bën më fal, nuk bën më agjeru, edhe kryet. Grupi tjetër thotë është gruaja me cikel e jo normal, që nga njëherë i vjen një javën e parë, ti muj. Nga njëherë i zgjat 6 ditë, në ditën tjetër, në muajin tjetër 8 ditë. Nga njëherë i vjen një javën e tretë, për shembull të muajit tjetër, i zgjat 5 ditë. Tani në muajin tjetër 50 ditë. Domethënë është i çrregullum. Çka do të më bëu tash kjo në këtë rast? Kjo është pak është problematike, mirë po zgjidhjen e ka, thot Sheku, thot e shikon gjakun në bazë të ngjyrës. Edhe kjo këtu mundet me e vrejt, domethënë e bën atë dallimin se kur është me menstruacione dhe kur ka istihada. Kur është me menstruacione, i ndalohet çdo gjë që i ndalohet pothuajse gjunubit. Domethënë inshallah e përmendim tash pse ka shumë divergjenca tani ai ndalohet me u fut në xhami, leximi i Kuranit, prekja e Kuranit, këto ka shumë mos pajtime mes dietarëve, mirë po namazi edhe agjërimi, kjo është e rëndësishme ku s'ka mos pajtime hiç. Përderisa është me menstruacionin, ju ndalohen çdo dyja. Përderisa është istihada, atëherë do të më fal, do të më agjëru. Tash kur është me menstruacione, çysh me vërejt kjo, edhe kur është me istihada, me çrregullim, kanë thonë në bazë të ngjyrës së gjakut. Ka thonë pejgamberi selam, inna dam'al hayd aswadun yu'raf. Gjaku i menstruacioneve është gjak më i zi, më i mbyllt, që gratë ka thonë e din, që dihet. Në mënyrë është po qëllim që te gratë kuptohet. Është më i trash, më i mbyllt, ndërsa gjaku i çrregullimeve, kanë thonë dietarët, është gjak më i hapur, sikur gjaki i shoqërashve, më i ngjyrë më të qeltë, domethënë edhe më i holl. Kjo është dallimi. Edhe nëse ajo gru ka mundësi me vrejt që dallim, e shen që për shembull 5 ditë e para,
po i vjen që ky gjak që është po më i mbyllt, më i zi, atëherë e konsideron që është me menstruacione edhe nuk falet, nuk agjeron, domethënë llogarit që është me menstruacione. Nëse në ditën e 6 e shën që i ka dalë gjaku nga me ngjyrë më të qeltë, atëherë e shën se ky gjak është tjetër tash, nuk është sikur çaj menstruacione, mirë po është çrregullim. E në çrregullim, gjatë çrregullimit do të më fal namazin me agjeru edhe me kry këtë. Mirë po, tash ka mundësi gjatë kësaj kohe, kësaj me i rrjedh edhe gjak. Edhe pse tash na po thojmë se s'është menstruacione. Kjo merr abdes para çdo namazi. Edhe falet, edhe nëse është duke i rrjedh gjak falet. Kështu kanë thënë dietarët, edhe ka transmetime që gratë e sahabive jenë fal në çet gjendje. Domethënë, edhe pse ka qenë duke i rrjedh gjak, e kemi fjalën që ky gjak që nuk është menstruacion, gjaki i çrregullimeve janë fal. Saqë kanë pa gra duke i pik gjaku të pas parasysh se atëherë kanë pas rroba, kanë pas kushte që i kanë pas, edhe ndoshta në vendin ku është fal, ku e ka pas si segjade, aty i ka pik gjaku. Mirë po namazin se kalon, për shkak se s'ka qenë menstrual, gjak menstrual, po kon gjak i çrregullimeve. Edhe kategoria e fundit që është shumë problematike, thotë shejku është ajo e cila e ka gjakun i çrregullum, edhe s'ka mundësi tash me bo as që dallimin me ngjyrë, s'ka mundësi, s'din qysh me vrejt, pak i vjen ashtu pak kështu. Kjo thot le ta merr një gru cilën e ka tafërm, qoftë motër, qoftë non, qoftë tash se dikush ka mundësi një gru i vinë menstruacionet çdo ditë në fund të muajit, në çdo muaj një javën e fundit. E kjo s'ka çrregullim një javën e fundit, po ka çrregullim një javën e para. Tash do të më gjet një gru që është e përafërt prej fisit saj, për dikon që ka e njen ose shoqë, që me marr shembull gjatë kësaj kohe që ka kjo çrregullim, me u bazu me ecë në bazë të saj. Nëse aja i ka menstruacionin 6-7 ditë, edhe kjo me marr si mostër ato. Që kjo është në përgjithësi që me ecë në bazë të saj me ngrit dispozitat. Edhe në ditë tjera tani, edhe nëse ka të rrjedh gjak, i themi që nuk është gjak menstrual, edhe inshallah do të me fal namazin, me agjeru edhe tjerat. Që kjo në përgjithësi që ka të bëj me menstruacionet. Domethënë kemi mundësi me vrejt gjakun me ngjyrë, edhe që kjo tjetër, nëse hiç nuk e vrejmë, atëherë e merr një gru shembull. Çka ndalohet marrëdhënia me burrin gjatë ciklin menstrual, e kemi përmend këto, edhe tjetra që është e rëndësishme, pa u pastru. Nuk i lejohet burrit me ju afër gruas pa u pastru. Edhe nëse ju ka ndërprej gjaku, duhet me u pastru një herë, pastaj i lejohet marrëdhënia seksuale me burrin e vet. I ndalohet namazi, i ndalohet agjerimi, ndërsa a me hin xhami, a me lexu Kur'an, a me prej Kur'anin, këto këtë janë diskutabile. Pejgamberi selam i ka thonë Aishës radhiyallahu anha, bën çdo gjë përveç se tavafin rreth Ka'bës mos e bën. Thonë që kjo është hadithi rreth cilit mas shumë të sillet e bës pajtimi mes dietarëve. Tash jo vetëm nga në që të hadith çush mundi me kuptu. Nëse thot bëni çdo gjë përveç tavafit rreth Ka'bës. Ai vjen që tash lejohet me një xhami, ai vjen që lejohet me prej Kur'anit, lejohet me lexu Kur'anin, po përveç Ka'bës. Mos mi bë tavaf. Kështu e kanë kuptu Ibn Taymija goxha të dietar. Disa kanë thonë, jo kanë thonë, me tavaf rreth Ka'bës është ibadet, e këto të janë ibadet. Edhe Ka'bja kur është përmend hadith, është për qëllim vend falja. Në formulë që nuk bën tash as në xhami. Më fut. Kështu që nuk është argument shumë i fortë direkt që e ndalon për shembull hyrjen në xhami një grup. Ka argumente tjera, por kjo është argumenti kryesor. Tjera që janë krejt daif për nga senedi, por që ta dietarët kanë mos pajtime. Allah alem, ajo që e kum pa edhe në përgjithësi u xhallah që e kanë si fetva në Kosovë, edhe në Arabi Saudite, shumica e lejojnë
që gruaja me menstruacionin më fut në xhami, normal, ndoshta ajo pa një arsye. Për shembull, nëse është mësuese në këtë rast ose ka një nevojë që më fut në xhami, inshallah nuk ka diçka të keqe më fut në xhami. Edhe me lexu Kur'anin nuk ka inshallah problem. Ma problem është me prej Kur'anin se sa me lexu Kur'anin. Prekja Kur'anit direkt është pak më shumë diskutabile dhe khilafi është më i fortë edhe më shumë ndoshta shkon më afër është ndalimit se sa lejimit. Kështu që kisha porositë që çdo grup për shembull që është me menstruacione, nëse e lexon Kur'anin ose e përsërit prej hifzit vet, nëse e lexon me lexu prej telefonit për shembull, që nuk e prek diçka direkt, ose nëse e lexon prej Kur'anit me një pishkir ose me një diçka që nuk ka kontakt dora e tij e saj direkt me ta. Kjo është në përgjithësi që ka të bëjë me rregullat e menstruacioneve edhe të imumit. Me qëta dy kapitujt e kemi përfundu kapitullin e pastërtisë, që do më thonë i kemi përfundu edhe dy kushtet para hyrëse të namazit. Largimin e papastërtive edhe pastrimin. Për kushteve që janë para namazit. Ndërsa lidhje me këto mesele, i kem edhe do pyetje për me përfundu. Pyetja e parë është kujtimi nëse ju kujtohet që e ka bë pyetje na det në fund dersit, ai e gru që i vinë për shembull i mbarojnë menstruacionet në kohën, ai nuk e ka bërë kështu, po unë tash pe them që është shpjegojnë dietarët, i mbarojnë menstruacionet në kohën e jacis. Çka ka obligim tash? Dietarët e kanë përmend, kanë thonë është i obliguar që ti përsërit që të i bën kaza namazin e akşamit, pastaj e fal jacin edhe vazhdon. Edhe për me kuptu këtë ndarje mas miri, kuptani e shikoni cilat namaze bashkohet kur jemi udhëtar. Bashkohet drejka dhe ikindia. Nëse i mbarojnë menstruacionet në ikindi, e ka obligim me e fal namazin e drekës dhe të ikindis. Ndahet namazet ditore edhe namazet e natës. Nëse i mbarojnë jaci, e fal akshamin edhe jacin. Do të thonë, për shkak se i ka natës, prej obligimeve që ka pas namazit natës, është edhe namazi i akshamit që me të ka fillu nata. Nëse i ka namazit ditës në kohën e ikindis, e fal drekën edhe ikindin edhe vazhdon. Nëse në kohë të sabahit, e fal nëse i ka brenda kohës sabahit, hala pa lind dilli, e fal sabahit. Nëse ka lind dilli, se ka obligim me përsërit me e bë kaza sabahit. Kjo. E në fillim tash, qysh m'ja bë nëse ka hi dreka, edhe mas 20 minuta asaj i ka menstruacionet. A e ka obligim me e bë kaza drekën pasi t'i kryer në menstruacionet ajo? Dietarët kanë thonë e ka obligim veç nëse e ka vonu shumë drekën, e ka lënë as në kohë 5 minutat e fundit, ashta pak para se mi hi namazit tjetër. Nëse ka qenë pa kujdesshme gjatë këtë në këtë mos, sa që këtë është vonu pak para se mi hi koha namazit tjetër, atëherë në këtë rast duhet me bë kaza. Për ndryshe, nëse ka hi dreka, e i ka menstruacionin mas gjysore, e kem parasysh se dreka i ka 1 orë gjys a 2 sa ka, inshallah s'ka nevojë me bë kaza. Që kjo është sa i përket asaj pyetjes. Tjetra që e kem përmend mesin mbi shami. Nuk e kem përmend që mesi mbi shami, që kem thonë që lejohet vetëm në raste emergjente. Mesi mbi shami i merr gjitha dispozitat që i vjanin meset mbi qërapa ose mbi mese. Don më thonë është obligative që me vesh me pas në me shamin gruaja me abdes pa heret. Që kjo është sillet meselja. Jo, për shembull ajo tash është vesh me hijab e ka vesh, ka dal edhe i ka ra puna me marr dikon abdes në ambient të hapur, ku s'ka mujt me zbulu me ek shamin. A i lejohet tash nuk i lejohet se ka në fillim me shamin me abdes. Dhe me thonë është për kushteve që ajo ta ketë vesh duke qenë me abdes. Tjetër, a lejohet mi fal 2 rekate për shëndetje për xhami në kohën e ndalume për namaz, për shembull mas ikindis.
Kohët e ndalume nuk është veç koha e ikindis. Është edhe koha e para lindjes dillit, masi që ta ke falë namazin e sabat. Edhe koha pas lindjes dillit, ala qadri rrumh, që shka në hadith, sa derisa të ngritet dielli sa një shtiz. Këto për me bon praktik është mirë me dalë një ambient, një shkretin ose dikun ku s'ka banesa, ku se pret kur gjatë diellin, ose ndeti që zakonisht e bojnë, e ngull një shtiz ose një shkap që e ka gjatësin për afërsisht sa një boj njeri, si tojnë, sa një njeri, edhe shikon diellin sa është ngrit. Nëse është ngrit në drejtim me shtizën, atëherë hin koha duhas që tani fillon koha namazit duhas që ki drejt më falë. Derisa të ngritet drejt me qatë shtizën, është kohë e ndalimit. Që kjo është koha e parë. Koha e dytë është koha e zenitit. Kur dielli është pingull pak para si më i drejka. Edhe kjo është shumë kohë e shkurt. Disa thonë është 2-3 minuta, 5 minuta, është më shumë nashta shkencë aty në astronautave kush mirën me këta. Mirë po është distancë shumë kohë e shkurt që dielli e rrin pingull. Në momentin që dielli fillon më formu hije, atëherë është fut koha e drejke, se na inshallah kemi fol në dersin e ardhshëm për kur të flasim për kohët e namazit. Edhe që kjo kohë është e ndalume. Edhe koha tjetër e ndalume që ka ardhur në hadith është koha prej ikindis deri në akşam. Tash dietarët kanë thonë sidomos koha me njëherë pas lindjes diellit, edhe me njëherë pas perëndimit diellit janë e shaddu kirahatan, në mënyrë janë kohët të ndaluara rrepsishme u falën to. Për këta tash pse përmenda këto? Për me bë dallimin në mes edhe ndalesave. Për shkak se tash ne na thojmë që është kohë e ndalimit namazit prej ikindis deri në akşam. Mirë po, dietarët kur kanë folë për shembull për meselen të disa namaze që kanë shkaqe. Për shembull, ti futesh në xhami tash, e ki shkak ose ki argument që mi fal 2 rekate. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, mos tulet dikush për juve pa i fal 2 rekate. Do thonë është namaz me shkak. A me fal ajo? Ka thonë po, për shkak se është namaz me shkak. Mirë po, thojnë nëse është koha pak para perëndimit diellit. Që kjo është me pas. Që kjo është koha ku është më ndaluar rrepsisht. Që nëse pak para perëndimit diellit futesh në xhami, atëherë që të kohë s'është mirë me fal. Për shkak se ka thonë pejgamberi alayhis salam, dielli lind edhe perëndon ndërmjet 2 brinave të shejtanit. Edhe në këtë kohë adhurohet shejtani edhe pa besimtarët në mënyrë e marrin që të kohë si kohë adhurimi. Kështu që neve s'na lejohet me përngjasu. Allah alem që kjo është prej shkakut që pse e ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa hadithi është që i përmend 3 kohët është pejgamberi alaihi salam na ka ndalu edhe të falemi edhe t'i varrosim të vdekurit në 3 kohë. Koha kur dielli lind derisa të ngrihet, që ato që e përmendëm, koha kur dielli është në zenit derisa të lëviz të formon hije, edhe koha kur dielli të bjerë për të perënduar derisa të perëndaj. Domethënë është për qëllim pak para akşamit. Jo krejt ikindia, ajo është me hadith tjetër. Në këto ka ardhur edhe namazin ndalohet me fal edhe i xhenazës bile, edhe me u varros xhenazja. Tash i keni pa ndoshta edhe kur shkon qabe mas ikindis. E falim zakonisht namazin e xhenazës. Domethënë mas çdo namazi falet edhe mas namazit ikindis. Domethënë bën ajo që ka pata për qëllim është që ndalohet vetëm pak para akşamit, jo krejt gjithë koha. Është pjesë e ndalimit në fal namaze
pa lidhje, që me thonë, namazë e vullnetare kështu. Mirë, po nëse ka namazi shkak, namazi si në këtë rast, ose dy, për shembull e kanë përmend prej 2 recate pas abdesit. Bën mi fal inshallah me një herë mas ikindis. Mirë po, jo pak para akşamit. Se koha me ikindis e akşamit është e gatë. Edhe e fundit, a lejohet kur e fillon një namaz farz me ndru niyetin për sunet. Për shembull janë nis farzit sabat, a më dën mi fal 2 sunet. Do thonë me ndru niyetin brenda namazit. Kjo lejohet me disa kushte edhe me disa tash shpjegime për përmendim. Është namazi farz edhe namazi sunet ka secili gradin e vet, do të më kuptoj. Në momentin kur dikush e ka bë niyet me fal 2 recate sunet këtë rast. Pastaj dën me bë niyet me fal pasi që është lidh, me ndryshu niyetin brenda namazit me bë niyet farz nuk i lejohet. Për shkak se ai ka filluar sunet, ndërsa nuk i lejohet me kalu në një grad që është më e lartë se sa suneti, këtë rast farz nuk bën. Nëse ka fillu me fal namazin farz, e dën me ndru niyetin, me bë nafile, kjo bën. Thot Sheikh Uthemini me 2 kushte. Nëse i ka mbet kohë ala farzit në këtë rast, edhe nëse nuk i hub namazin me xhamat. Për shembull, ja nisim na me fal me xhamat namazin e sabat. Namazi sabat ka kohë ala tash. Edhe nëse e kryjm me xhamat, ala i mbet kohë atina. Mirë po, nuk i lejohet që të me bon niyet nafile, me hub xhamatin për shkak që me fal masanej. Nuk i lejohet. Edhe, do të thonë, nëse është në kohë emergjente, që është afru koha mi dal, nuk i lejohet me ndru. Për ndryshe, prej farzit në sunet lejohet. Për shembull, është lidh me fal namazin e ikindis vetë. Edhe ju ka kujtu që është mirë vesh me një shok mu taku mas 5 minuta ose 10 minuta. Ko ka bëll tash ikindia, për shembull. Ky është lidh me niyet farzit. Mirë po e din se ka mjar shoku i vet. Për shembull mas 10 minuta, edhe me ta me fal namazin me xhamat, është më mirë, e bën niyet me një herë nafile, përsi ka bëu farz e prish, s'ka nevojë me prish namazin, vetë se niyetin e tij e ka lënë në nafile. Do thonë i fal 2 recate ose 4, vjen falet me shokun e vet, namazin me xhamat, farz të ikindis, edhe nuk është problem. Do në çto në përgjithësi. Allah e shpërblyef për dëgjimin, na bëni Allah nëse e kemi zgjat. Inshallah dersin e ardhshëm filloj me namazin me emrin e Allahut. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم